Nëse keni probleme me gjëndrën tiroide, ja çfarë duhet të hani. Nëse gjëndra tiroide nuk janë aktive sa duhet dhe vjen deri tek sekretimi i hormoneve, mund të vijë deri te lodhja kronike, pagjumësia, mungesa e vullnetit, depresioni, tretja jo e mirë. Ky është ushqimi më i shëndetshëm për shëndetin e gjëndrave tiroide. Fasulja. Fasulja është një burim i mirë i energjisë që mundet të jetë e dobishme nëse hipotireoza shkakton plogështi. Fasulja përmban proteina, antioksidues dhe shumë vitamina dhe minerale. Është e pasur me fibra që është e dobishme nëse vuani nga tretja jo e mirë. Peshqit. Aminoacidet omega 3 që i hasim tek salmoni i egër, sardelja apo toni janë ushqim i hatashëm për dreka për darkë. Hipotireoza që nuk kontrollohet mirë e rrit nivelin e kolesterolit të keq duke shtuar rrezikun për sëmundje të zemrës.